2024? Unë vi nga qyteti Pogradecit. Unë kam qenë aktiv në këto protesta. Që nga protesta e Çadrës të Lulzimbashës, por kësa radha kam ardhur që të përshëndes të rinjtë e të reja të diasporës, ata do në e sjedhen lirin edhe Shqipërinë e re me 100%. Për këtë jam shumë i sigurtë. Por do të them një gjë tjetër, që t'jenë të vendosur, të vazhdojnë përpara, mos të merren me provokimet të dikujt kështu nga këta patronazhistat që janë kështu në përkembe, po t'jenë të vendosur dhe të shkojnë përpara gjithmonë. Tjetra, unë i them Edi Ramës kështu, në mënyrë me edukat të kulturuar, haj duhet të largohet. Të ishte larguar Edi Rama, pa i duhet të ishte larguar, duhet të largohet me dojë mos. Ai ka që procesuesit janë shumë të vendosur, edhe ai do të largohet që s'be. Tash e një gjë tjetër, më fal, sot ka marrë një lajm shumë të keq për Shqipërinë e popullin shqiptar. Edi Rama ka vënë 9 milje det Grekut. Sot mora lajmin. Që mora vesh. Kjo është shumë gabim. Kjo është janë kombëtare këto punë që nuk i takon atë që të shesë Shqipërinë, të shesë vendin. I bethirje që gjithë shqiptarëve të ngrihen në protestë dhe të bllokojnë komplet rrugët, aerodromet, doganët. Ashtu mund të bëjë Edi Rama, domethënë mund të skadoje. Në këtë gjendje kështu, siç po e lejmë pak me dëshirën e tij, prandaj unë them që Rama do të largohet një sa të parë. Ju faleminderit. Atëherë do të vijojmë me intervista të tjera. Dita e 74, sot një shëndres që nuk është parë ndonjëherë në Shqipëri. Si e komentoni? Përshëndetje, unë jam Florian Belia nga Puka. E komentoj me 2 fjalë. Do të më dalë gjithë shqiptarë në protest. Ky vend ka marrë fund. Me vjedhje, me korrupsion pa pam. Thot uji 24 orë, vetëm merren një helikopter hyp mbi Tiranë, edhe shifi depozitat e ujtit. S'ka nevojë me majt me bom me pas ujë 24 orë. Dhe tjetra, kur mbrën krimin në parlament me parlamentarët e vetë, mbrën Ballukun, nuk e çojnë në burg, njerëzit i fut në burg për asgjë, për i parking, zerr një ligj, parking i dysh do shkosh në burg. Se mendoni se nuk e lejoj që Balluku të shkonte në... Se shkon edhe Edi me ta se është bashkëpunues Edi me ta se tash 20 shtëpie që vjedh, o budall, që e vjedhin, se thotë se të di, o budall do të më lëshu, ose ka dorën ta, 2 rrugë ka, se nuk ka lidhje nësh. Edhe tjetra, është çdo gjë, shkollat, spitalet, qatë dush mund të mërsh ti, shkosh në bashki, fletë kryetari i bashkisë, me thonë ti se është kongresmen Amerikan. Lesës se shef në sy, po punëtorët e ti. Flasën thu se këto janë zoti. Gjë, kam 25 vite që jetoj në Angli, kam marrë këtu halas, kam bërë pushime, kam marrë këtu me protestu me familjen, e kam qunin këtu, kena ardhë bashkë me qunin me protestu, edhe do rri këtu do protestoj bashkë me qytetarët këtu, se Shqipëria ka marrë fund. Njerëzit janë pa bukë. Njerëzit s'kan lek, ato kanë miliona, njerëzit absolutisht s'kan asë edhe një gjë. Po ati si intereson fare, ati intereson karrikja vetë, se me ba me intereson nuk ashtë ndërmeja ku ashtë ai tu sjellet e ba, edhe si intereson populli fare, se me ba me interesu, absolutisht ai do dilte në qesh, edhe të kërkon të falje, edhe me dhe ndërheqen. Po të ishte vend demokratik, po Shqipëria nuk është vend demokratik, sa ato vota që thot, a i ka marrë me vjedhje. Nuk e ka votu, thot kam kontrat. Ku ka, qa kontrate? Unë nërtoj shtëpia, baj kontrat me zotin e shtëpis, edhe në kohë se unë nuk e plotësoj atë kontrat, a i ma prish kur do. Po thojmë, a i pas ka kontrat me ne, edhe ne ja prishim atë kontrat, se jena 74 dit këtu. Në shesh, 74 dit. A di se më thonë, 74 dit a i del nga shanë. Së funksionon kështu. Demokracia funksionon. Në kohë se ty s'do në populli, ti del, jep dorëheqjen. Nuk funksionon duke sharë sorra nëna shqiptar, gjithë shqiptar, me flamingo, me zëgja. Paketa malesh, për me vjedh male, qalej paketash. Malet, unë jam nga Puka, jam nga Qerreti i Pukës. Malet mu mi kalon gjyshi, sërgjyshi. S'ka punë Edi Rama,
as Sali Berisha, as Zoti në tokë gjyshit tem. I kam me letra, mi kalon gjyshi. S'lidhe ka dira ma me tokën tonë. Si kështu, dua vetëm t'ju tham shqiptarve, emigrantve, sukurem vetë, të vinë shesh, protestojmë, t'i zhdukim të me raj mi zhduk. Me dhënë dërheqen edhe me zhduk kretë si regjim. Ju faleminderit. Atëre duket se do të nis edhe marshimi në ditën e 74, ditën e sotme, ku qytetarët janë duke filluar marshimin drejt kryeministrisë, sikundër kanë bërë edhe në 74 ditët e tjera. Ja.